Një tjetër futbollist i kombëtares shqiptare të futbollit po bëhet gati të jap lajm të mirë në futbollit evropian dhe të transferohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbrojtësi Enea Mihaj bëhet e ditur se është pranë finalizimit të transferimit të tij në një klub me shumë emër në Major League Soccer. Sipas Give Me Sport, Mihaj dhe klubi Atlanta United janë shumë pranë akordit, pasi kanë gjetur parimisht gjuhën e përbashkët për të nënshkruar një marrëveshje afatgjatë mes tyre. Klubi kërkon përforcime në prapavigja të verës dhe bëhet e ditur se Mihaj është elementi përzgjedhur për qendrën e mbrojtjes. Megjithatë, mbrojtësi nuk mund të firmos deri më 24 korrik kur hapet merkato e transferimeve në SBA, ndaj do të bëjë pushime të zgjatura deri atëherë. Më pas ai pritet të luajë 10 ndeshjet e fundit të sezonit të rregullt si titullar me skuadrën e cila ka bërë investime shumë të mëdha gjatë viteve të fundit, duke afruar sulmues si Miguel Almiron, Aleksej Miranchuk dhe Emanuel Latelath, i cili në fakt është blerja rekord e Major League Soccer.